Dita më e bukur e jetës sime po kthehej në Makth. Aty, përpara dyerve të sallës së dasmës, rinte ai, Erioni, i dashuri im i vjetër, me një zarf në dorë dhe një buzëqeshje që më ngriu gjakun. Pas 3 vitesh heshtje, ai kishte ardhur pikërisht në ditën kur unë po martoheshja me Adonin. Emri im është Vlora, dhe kjo është historia e asaj se si dita më e lumtur e jetës sime u kthye në një kaos emocional që nuk do të harroj kurrë. Por për të kuptuar plotësisht atë që ndodhi, duhet ju çoj disa vite më parë, kur jetoja në qytetin e vogël të Pogradecit, pra një qeni të mrekullueshëm të Ohrit. Isha vetëm 18 vjeçe kur takova Erionin për herë të parë. Ai kishte ardhur në qytetin ton për të studiuar në universitet dhe qëndronte në një apartament të vogël pranë shtëpisë son. Ishte djalë i bukur, me sy të kaltër si ujërat e liçenit dhe një buzëqeshje që të bënte të haroje gjithçka rreth teje. Kujtohem saktësisht ditën kur u takuam. Ishte një mëngjes pranvere dhe unë po kthehesha nga tregu me blerjet e nënës. Çanta e perimeve më kishte shkatëruar dhe domatet po rrodheshin në rrugë. Ai erdhi duke vrapuar nga pas dhe më ndihmoi t'i mbledh. "Duket sikur ke nevojë për ndihmë," më tha duke buzëqeshur. "Faleminderit," ju përgjigja, duke ndjer faqe që më digjeshin nga turpi. "Emri im është Erion, sapo kam ardhur të studioj këtu." "Vlora," i thash, duke mos ditur se kjo ishte fillimi i diçkaje që do të ndryshonte përgjithmonë jetën time. Që prej asaj dite, Erioni filloi të vinte shpesh në shtëpinë tonë. Në fillim, thoshte se vinte për të pyetur për rrugët apo vendet në qytet, por më pas kuptova se vinte vetëm për të më parë mua. Babari im, Skënderi, ishte shoferi kryesor i autobusit që shkonte deri në Tiranë, dhe Erioni e përdorte këtë si justifikim për vizitat e tij. "Zoti Skënder, po mendoj të shkoj në Tiranë fundjavën që vjen. A ka vend në autobus?" "Sigurisht djalë, por pse nuk pyet për orarin në stacion?" i përgjigjej babai, duke e ditur mirë se çfarë po ndodhte. Erioni dhe unë fillojmë të kalojmë gjithnjë më shumë kohë së bashku. Ai më mësonte për jetën në universitet, për librat që lexonte, për ëndrat e tij për të ardhmen. Unë, nga ana tjetër, ja tregoja për jetën në qytetin ton të vogël, për traditat tona, për dashurinë time për liçenin. Gjatë verës së parë që e njohëm, ne u bëm të pandar. Çdo mbrëmje pas punës, unë punoja në një dyqan të vogël rrobash, ne takoheshim pranë liçenit. Ai më tregonte për planet e tij për të ardhmen, donte të bëj avokat dhe të hapni një zyrë në Tiranë. Unë ëndërroja të studioja mësuesëri edhe të kthehesha në qytetin ton për të punuar në shkollën fillore. "Vlora," më tha një darkë ndërsa po shikojmë perëndimin e diellit mbi ujërat e liçenit. "Unë dua të jem me ty përgjithmonë." "Dhe unë me ty," ju përgjigja, pa e ditur se këto fjalë do të na ndiqnin për vite me radhë. Ai nxori një unas të vogël prej argjendi nga xhepi dhe ma dha. "Kjo nuk është unas fejese," më tha, "por një premtim. Premtimi im ndaj teje që kur të mbaroj studimet, do të kthehem dhe do të bëj gruan time." Unaza ishte e thjeshtë, por për mua ishte më e bukura në botë. E vura në gishtin e zemrës dhe e puthojva. "Premtoj," i thash, "se do të pres." Atë vit, Erioni u kthye në Tiranë për të vazhduar studimet. Ne komunikojmë përmes letrash dhe telefonatash të rralla. Letrat e tij ishin të gjata dhe plot dashuri. Ai më tregonte për jetën e tij në kryeqytet, për miqtë e rinj që kishte bërë, për profesorët e tij. Unë ja shkruaja për jetën në Pogradec, për familjen tonë, për faktin se sa shumë më mungonte. Gjatë vitit të parë të largimit të tij, gjithçka shkonte mirë. Ai vinte për pushimet e dimrit dhe verës dhe ne kalojmë kohë të mrekullueshme së bashku. Por gradualisht, në vitin e dytë, letrat u bën më të rralla. Telefonatat më pak të shpeshta. Kur pyesja se çfarë po ndodhte, ai thoshte se studimet ishin duke u bërë më të vështira dhe se kishte më pak kohë. Në fillim të vitit të tretë, letra e tij e fundit arriti. Ishte e shkurtër dhe e ftohtë. "Vlora e dashur, më vjen keq të shkruaj këtë letër, por kam menduar shumë dhe kam vendosur se ne duhet të ndahemi. Jeta në Tiranë është ndryshe nga ajo që prisja dhe kam kuptuar se ardhmja jonë nuk mund të jetë e njëjtë. Ju lutem më fal dhe përpiquni të më harroni. Dua që ju të jeni të lumtur, edhe pa mua. Me respekt, Erioni." Kur lexova këtë letër ndjeva sikur bota po më rrëzohej mbi kokë. Për ditë të tëra qava pa pushim.
Nëna ime, Lindita, u përpiq të më ngushëllonte, por asgjë nuk mund të lehtësonte dhimbjen që ndjeja në zemër. Vajza ime, më tha ajo, disa njerëz vinë në jetën tonë për një kohë dhe pastaj largohen. Kjo nuk do të thotë se dashuria që ndjeve nuk ishte e vërtet, por ndoshta nuk ishte destinuar të zgjasë për gjithmonë. Por unë nuk mund ta kuptoja. Unaza e tij ende ishte në gishtin tim dhe premtimi që kishim bërë ende jehonte në veshët e mi. Si mund të harroja dikë që më kishte premtuar për gjithmonë? Muaj që pasuan largimin e Erionit ishin ndër më të vështirat të jetës sime. Nuk mund të haja, nuk mund të flija mirë dhe çdo gjë më kujtonte për të. Liçeni që dikur na bashkonte, tani më dukej si një vend i trishtuar dhe i braktisur. Miqtë e mi u përpoqën ta më ndilnin nga depresioni. Arta, motra ime më e mirë që njoh që nga fëmijëria, vinte çdo ditë në shtëpinë tonë. Vlora, më thoshte ajo, s'mund të vazhdosh kështu. Ti je vetëm 20 vjeç, e gjithë jeta është para teje. Por unë e doja ato, i përgjigjesha duke qarë. Ai më premtoi se do të kthehej. Dhe ai prishi premtimin, më tha Arta me urtësi. Kjo nuk është faji yt, disa njerëz nuk din ta çmojnë dashurinë e vërtet. Gradualisht, me ndihmën e familjes dhe të miqve, fillova të shërohem. Heqja unazën për herë të parë pas një viti ishte një nga momentet më të vështira, por gjithashtu edhe më çliruese. Kuptova se duhet të lija të shkuarën pas dhe të shikoja përpara. Vendosa të aplikoja për studimet në Tiranë. Ironia e jetës ishte e tillë që qyteti që më kishte marrë Erionin tani do të bëj vendi ku unë do të rindërtoja jetën time. Por kjo herë nuk po shkoja për dikë tjetër, po shkoja për veten time. Studimet në Fakultetin e Edukimit ishin pikërisht ajo që më duhej. Ndjehesha e motivuar të bëhesha mësuese dhe të ndihmoja fëmijët të arrinin ëndrat e tyre. Çdo ditë në universitet ishte një hap përpara, një largim nga e kaluara dhe një afrim me të ardhmen. Në vitin e dytë të studimeve, takova Adonin. Adoni ishte student në Fakultetin e Ekonomisë dhe jetonte në të njëjtin konvikt me mua, por në katin e djembe. Takimi ynë i parë ishte mjaft banal. Ai po përpiqej të hapte një kavanoz receli në kuzhinën e përbashkët të konviktet dhe nuk ja dilta. A mund të ndihmoj? I ofrova. Nëse ti mund ta hapësh këtë, do të blej darkën, më tha ai duke qeshur. Ja hapa kavanozin pa vështirësi dhe aty filloi miqësia jon. Adoni ishte djalë i shkëlqyer, i gjatë, me flokë të errët dhe sy kafe të ngrohtë. Ai kishte një karakter të mrekullueshëm. Ishte i sjellshëm, i durueshëm dhe shumë i zgjuar. Por më e rëndësishmja, ai nuk u përpoq kur të më detyronte të ndryshoja për të. Në fillim ne ishim vetëm miq. Ai më ndihmonte me matematikën që ishte pika ime e dobët dhe unë ja korrigjoja esenet në gjuhën shqipe. Por gradualisht mes nesh lindi diçka më shumë. Vlora, më tha një ditë ndërsa po studionim së bashku në bibliotek. A e di se ke sy shumë të bukur? U kuqitëm dhe nuk e dija se si t'i përgjigjesha. Nuk duhet më thuash gjëra të tilla, i thash. Pse jo nëse i mendoj? Më pyeti ai me sinqeritet. Unë nuk jam lloji që thot gjëra që nuk i mendon. Kjo ishte ajo që më pëlqente më shumë te Adoni, sinqeriteti i tij. Ai nuk luan lojra, nuk thoshte gjëra për të më gënjur. Çfarëdo që thoshte vinte nga zemra. Gradualisht ne filluam të dalim së bashku. Në fillim ishin takime të thjeshta, nga një kafe apo një shëtitje në park. Por me kalimin e kohës, ato u bën diçka më shumë. Adoni më trajtonte me një respekt që nuk kisha përjetuar kur më parë. Ai nuk u përpoq kur të më detyronte të bëja diçka që nuk doja dhe gjithmonë e pyeste mendimin tim për gjithçka. Si mund të bëhem mjeku i zemrës sate? Më pyeti ai një ditë ndërsa po ecnim nëpër rrugët e Tiranës. Çfarë do të thotë kjo? I thash. E di që ke pasur një të dashur më parë, nuk pyesim detaje, por mund ta shoh në sytë e tu që ende ka dhimbje atje. Dua të di si mund ta shëroj atë dhimbje. Sinqeriteti i tij më preko thellë. Për herë të parë që nga largimi i Erionit, ndjeva se dikush vërtet kujdesej për mua dhe donte të më bënte të lumtur. Ti tashmë po e bën, ju përgjigja. Çdo ditë që kalojmë së bashku, unë shërohem pak nga pak. Dhe kjo ishte e vërteta. Adoni kishte një mënyrë shumë të ëmbël për të më bërë të ndihesha e veçantë. Ai kujtakonte ditëlindjet e mi, më sillte lule pa ndonjë arsye dhe më dëgjonte me vëmendje kur i flisja për ëndrat dhe frikrat e mia. Pas një viti miqësie, Adoni dhe unë u bëm zyrtarisht të dashur. Ndryshimi nuk ishte i menjëhershëm, por gradual. Një ditë, ndërsa po shikojmë një film së bashku në dhomën e tij,
Ai më mori dorën dhe e puthi butësisht. "A është kjo në rregull?" më pyeti ai. "Po," i thash. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva zemrën që më rrithe shpejt nga eksitimi, jo nga dhimbja. Dashuria jon ishte ndryshe nga ajo që kisha pasur me Erionin. Me Erionin, gjithçka kishte qenë pasion i zjarrt dhe ëndra të mëdha. Me Adonin, gjithçka ishte qetësi, siguri dhe një dashuri që rritej ditë pas dite. Ai më takoi me familjen e tij gjatë pushimeve të dimrit. Prindrit e tij, Marku dhe Drita, jetonin në një fshat të vogël në Mirdit. Ishin njerëz të thjesht por zemër mirë, dhe më pritën si vajzën e tyre. "Adoni na ka treguar shumë për ty," më tha nëna e tij. "Mund të shohim sa shumë të do." "Dhe unë e dua shumë," i thash. "Ai është djali më i mirë që kam takuar ndonjëherë." Kur Adoni takoi familjen time, reagia ishte njësoj i ngrohtë. Babai im, që zakonisht ishte skeptik ndaj djalëve që më sillnin në shtëpi, menjëherë e pëlqeu. "Ky është djali i mirë," më tha babai. "I ka sy të ndershëm." Nëna ime gjithashtu e përqafoi Adonin si i biri. Ajo vlerësonte faktin që ai më trajtonte me respekt dhe se gjithmonë pyeste për pëlqimin e saj kur merrte vendime që lidhen me mua. Gjatë vitit të tretë të studimeve, Adoni dhe unë fillojmë të flasim për të ardhmen. Ai donte të hapte një biznes të tij pas diplomimit, ndërsa unë isha vendosur të bëhesha mësuese. Të dy kishim plane dhe ëndra që përputheshin bukur. "Kur do të jetojmë kur të martohemi?" më pyeti ai një ditë. "Kur të martohemi?" i thash duke qeshun. "A nuk është pak herët për të planifikuar këto gjëra?" "Për mua, asgjë nuk është herët kur bëhet fjalë për ty," më tha ai seriozisht. "Unë di se dua të kaloj të gjithë jetën time me ty." Këto fjalë më prekën thellë. Për dallim nga premtimet e bujshme të Erionit, fjalët e Adonit dukeshin të qëndrueshme dhe të sinqerta. Propozimi i tij erdhi gjatë verës së vitit ton të fundit në universitet. Ai më kishte ftuar për një piknik pranë liçenit artificial të Tiranës. Kishte përgatitur gjithçka me kujdes: shami, ushqime edhe muzikë. "Vlora," më tha ai pasi kishim ngrënë. "Ka diçka që dua të them." "Çfarë?" i thash duke ndjerë që kishte diçka të veçantë në ajër. Ai u gjunjëzua përpara meje dhe nxori një kuti të vogël veludo. "Vlora, ti më ke bërë njeriun më të lumtur në botë," tha ai. "Dua të kaloj të gjithë jetën time duke të bërë ty të lumtur. A do të martohesh me mua?" Kur e hapi kutin, pash një unaz të bukur me një diamant të vogël. Ishte elegante dhe e thjesht, pikërisht siç i pëlqenin gjërat mua. "Po," i thash pa hezitim, dhe ai më vuri unazën në gisht. Ndërsa ai më puthi, unë ndjeva një lumturi të plotë që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Kjo nuk ishte dashuria zjarrte e dramatike që kisha pasur me Erionin, por diçka më e thellë dhe më e qëndrueshme. Pas fejesës ne fillojmë menjëherë përgatitjet për dasëm. Vendosëm që ceremonia të mbahen në Pogradec, pranë liçenit që kisha dashur gjithmonë. Data u caktua për fund të shtatorit, pothuajse një vit pasi u fejosha. Përgatitjet ishin intensive por të këndshme. Nëna ime dhe nëna e Adonit bashkëpunuan për të organizuar gjithçka. Unë nga ana tjetër isha angazhuar me të gjitha detajet, nga zgjedhja e fustanit deri te lista e të ftuarve. Fustani nuses ishte gjëja më e rëndësishme për mua. Doja diçka të thjeshtë por elegante që të përshtatet me personalitetin tim. Pasi provova 10 fustane në dyqane të ndryshme në Tiranë, gjeta atë të përkryer. Një fustan të bardhë me një kallc të gjatë, pa shumë zbukurime, por i qëndisur bukur në pjesën e sipërme. "Ti dukesh si një princesh," më tha nëna ime kur e provova për herë të parë. "Po, më pëlqen shumë," i thash duke shikuar veten në pasqyrë. "Është pikërisht siç e kisha ëndruar." E lista e të ftuarve ishte gjithashtu një sfidë. Familjet tona ishin të mëdha dhe kishim shumë miq që donim t'i ftonim. Në total, lista arriti në rreth 200 persona. "A jemi të sigurt që kemi vend për të gjithë?" i thash Adonit një ditë. "Sala që rezervuam ka kapacitet për 300 persona," më tha ai. "Do të jemi në rregull."
Dërgjimi i ftesave ishte një nga momentet më të eksitueshme të procesit. Çdo ftesë ishte shkruar me dorë dhe unë kisha zgjedhur letra të bukura me ngjyrë të artë. Ftojmë me kënaqësi të nderuar në dasmën tonë. Lexova fjalët që kisha shkruar. Vlora Hyseni dhe Adoni Marku do të bashkohen në martesë më 25 shtator 2024 në orën 18 në sallën Liçeni i Artë, Pogradec. Çdo ftesë e dërguar ishte një hap më afër ditës së madhe. Por ka një ftesë që nuk dërgova. Për Erionin. Sigurisht që e dija se ku jetonte. Miqtë e përbashkët më kishin treguar që ai ishte bërë avokat i suksesshëm në Tiranë dhe se jetonte mirë, por ai bënte pjesë në të kaluarën time. Dhe unë nuk doja që e kaluara të hidhte hije mbi të ardhmen time të lumtur. Apo kështu mendoja unë. 2 javë para dasmës, ndërsa isha duke kontrolluar detajet e fundit me organizatorët, mora një telefonat nga Arta. Vlora, më tha ajo me zë të çuditshëm, duhet të them diçka. Çfarë ka? E pyeta, duke ndjerë një ankth në bark. Pash Erionin sot në Tiranë. Ai më pyeti për ty. Zemra mu ndalet për një moment. Çfarë i the? I thash që po martoheshi. Ai duke i habitur. Mirë, i thash, duke u përpjekur të tingulloja qetësisht. E kaluara është e kaluara. Unë jam e lumtur me Adonin. E di, tha Arta, por mendova se duhet ta dija. Pas asaj telefonate, një ndjesi shqetësimi më pushtoi. Përse Erioni po pyeste për mua pas kaq shumë vitesh, dhe çfarë i shkonte në mendje kur mësoi që po martoheshja. Por u përpoqja ta largoja nga mendja. Ishte e martuar me njeriu më të mirë në botë, dhe asgjë nuk duhet ta prishte ata. Dita e dasmës erdhi më në fund. Zgjova në mëngjesin e 25 shtatorit me një përzierje eksitimi dhe nervozizmi që nuk kisha përjetuar kurrë më parë. Dielli po ngrihej mbi liçenin e Ohrit, duke e bërë ujën të shkëlqente si argjend. E ditë e madhe, më tha nona ime duke hyrë në dhomën time me një filxhan çaj. Si ndihet nusja? E lumtur i thash, por pak e shqetësuar gjithashtu. Kjo është normale, më tha ajo duke më përqafuar. Çdo nuse ndjen kështu në ditën e dasmës. Shtëpia jonë që kthyer në një vorbull aktiviteti. Nëna dhe tezja ime po përgatisnin ushqime tradicionale, ndërsa djemtë e familjes po organizonin transportin për mysafirët. Në orën 10, miqtë e mia më të afërt erdhën për të më ndihmuar me përgatitjet. Arta, Mira dhe Eni, 3 vajzat me të cilat kisha arritur, ishin të veshura me fustane roz të gjata, ngjyrat që kisha zgjedhur për nuset shoqëruese. Ti dukesh mahnitshëm, më tha Mira kur u vesh fustanin e Muses. Adoni do të mbetet pa frym kur të shoh, shtoi Eni. Flokët i kisha bërë në një palë bukur elegant, dhe make-upi ishte i lehtë por i bukur. Kur u shikova në pasqyrë për herë të fundit, mezi e besoja që ajo ishte unë. Gati, më pyeti Arta. Gati, ju përgjigja. Ceremonia duhet të fillonte në orën 18 dhe ne arritëm në sallë në orën 17:30. Salla Liçeni i Artë ishte dekoruar bukur me lule të bardha dhe tukuqe, dhe tavolinat ishin të veshur me pëlhura të bardha elegante. Kur hyra në sallë, pash që pothuajse të gjithë mysafirët kishin ardhur. Familja e Adonit, miq tan nga koha e universitetit, shokët e mi nga shkolla e mesme dhe shumë antar të familjes që nuk kisha parë për vite. Sa bukur duket gjithçka, i thash nënës sime. Po, është e përkryer, më tha ajo, pikërisht siç e kishte ndruar. Adoni kishte ardhur me një orë më herët dhe po priste në sallën tjetër. Sipas traditës, ne nuk duhet ta takojmë para ceremonisë. Në orën 18, muzika filloi të binte dhe ceremonia u nis zyrtarisht. Unë isha duke u përgatitur të hyja në sallë, kur njëra prej vajzave që po ndihmonte me organizimin, erdhi te unë me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Zonja Vlora, më tha ajo, ka dikush në hyrje që thotë se është i ftuar, por nuk e ka me emrin në listë. Kush është? E pyeta. Thotë se quhet Erion. Për një moment mu duk sikur koha ndaliu. Erioni? Këtu? Në dasmën time?
A është i sigur që quhet kështu? E pyeta, duke shpresuar që të kishte dëgjuar gabim. Po zë, Erion Sulejmani, thot se kam një dhuratë për ju. Zemra mu nis të rrithte me shpejtësi. Çfarë po bënte Erioni në dasmën time? Dhe çfarë dhurate kishte sjell? Ku është tani? E pyeta. Jashtë, në hyrjen kryesore. Për një moment, nuk e dija se çfarë të bëja. Nëse dilshja ta takoja, çfarë do të mendonin njerëzit? Por nëse nuk shkoja, ai mund të shkaktonte një skenë. I thuaj që do të dalë për një moment. I thash vajzës. Vlora, çfarë po bën? Më pyeti Arta. Ceremonia duhet të fillojë. Vetëm një moment. I thash, duhet të sqaroj diçka. Me zemrën që më rrithte sikur do të më dilte nga gjiri, dola nga salla e dasmës dhe shkova drejt hyrjes kryesore. Atje e pash. Erionin, pas 3 vitesh heshtje të plot. Ai duke ndryshe nga ajo që e mbaja mend. Ishte bërë më i rritur, më i pjekur. Vishte një kostum të errët elegant dhe në dorë mbante një zarf të bardhë. Erion, i thash pa e bisuar se ishte vërtet ai. Përshëndetje Vlora, më tha ai me një zë që kisha dëgjuar mira herë me ëndrat e mia. Ti duket mahnitshëm. Çfarë po bën këtu? I thash drejt për drejti. Sot është dita e dasmësime. E di, tha ai. E dëgjova nga miqtë e përbashkët. Kam ardhur të uroj lumturi. Dhe ke menduar se kjo ishte koha e duhur? I thash, duke ndjer zemërimin që po më rritej. E di që tingëllon keq, tha ai, por duhet të të shija para se të jetë shumë vonë. Shumë vonë për çfarë? E pyeta. Ai më dha zarfin që mbante në dorë. Kjo është dhurata ime për ty. Jo, më shumë se kaq. Është e vërteta që duhet ta dije para se të martoheshe. Zarfi ndjeheshe i rënd në duart e mia. Nuk e dija nëse duhet ta hapja apo jo. Çfarë është kjo? E pyeta. Hape dhe do të kuptosh, më tha ai, por jo këtu. Kjo është diçka që duhet ta lexosh vetëm. Erion, i thash, duke ndjer lotët që po më vinin. Unë jam duke u martuar sot. Çfarëdo që të jetë kjo, është shumë vonë. A është? Më pyeti ai duke më shikuar drejt në sy. A je vërtet e lumtur me të? Para se të mund t'i përgjigjesha, dëgjova zorin e Artës që më thërriste nga brenda. Vlora, ceremonia duhet të fillojë. Duhet të shkoj, i thash Erionit. Hape zarfin, më tha ai. Kur të mbrarosh ceremoninë, hape dhe lexoje. Pastaj, nëse ende dëshiron të vazhdosh me jetën tënde, unë do të largohem dhe nuk do të të shqetësoj më kurrë. Pa pritur përgjigjen time, ai u kthye dhe u largua. Unë menda atje me zarfin në dorë, duke mos e ditur se çfarë të bëja. Vlora, Arta erdhi vrap te unë. Çfarë po bën? Të gjithë po presin. Asgjë, i thash, duke pshehur zarfin pas shpine. Erdhi dikush gabimisht. Hajde të shkojmë. Por ndërsa ktheheshim në sallë, ndjeja se zarfi po më diqte duart. Çfarë mund të kishte shkruar Erioni? Dhe përse tani, pas kaq shumë kohësh? Ceremonia filloi me vonesë 10 minutëshe, por askush nuk dukej të shqetësohej. Kur hym në sallë, të gjithë mysafirët u ngritën në këmbë dhe filluan të duartrokasin. Adoni më priste në altar, i veshur me një kostum të zi elegant dhe buzëqeshja e tij ndriçoi të gjithë fytyrën kur më pa. Por unë nuk mund të përqendrohesha plotësisht. Zarfi që kisha fshehur në çantën time të vogël më shqetësonte pa pushim. Çfarë kishte shkruar Erioni? Dhe pse kishte ardhur pikërisht sot? Sot ne jemi mbledhur këtu, filloi prifti, për të bashkuar në martesë këto dy zemra, që janë njohur dhe dashur. Fjalët e priftit më duken të largta, sikur po vinin nga një botë tjetër. Unë po përpiqesha të buzëqeshja dhe të dukesha e lumtur, por mendja ime ishte diku tjetër. Adoni Marku, tha prifti, a e merr ti Vlorën Hyseni për grua të ligjshme, në mirësi dhe në këmbëngurësi, në shëndet dhe në sëmundje, derisa vdekja t'ju ndaj? Po, tha Adoni me zë të qartë dhe të vendosur, duke më shikuar me dashuri. Vlora Hyseni, vazhdoi prifti, a e merr ti Adonin Marku për burr të ligjshëm?
Kur erdhi radha ime të përgjigjesha, pata një moment hezitimi. Në atë moment, mendja më kthye tek zarfi dhe pyetja e Erionit: "A je vërtet e lumtur me të?" "Po," thash, por zëri im doli pak më i dobët se sa prisja. Adoni më vuri në gisht unazën e martesës, një rreth ari i thjesht por elegant. Kur erdhi radha ime të vija unazën në gishtin e tij, duart më dridheshin lehtë. "Çfa ke?" më pyeti ai në vesh, duke qenë i shqetësuar. "Asgjë," ja ktheva me një buzëqeshje. "Vetëm emocione." Kur prifti na shpalli zyrtarisht bashkëshort dhe Adoni më puthi, salla shpërtheu në duartrokitje. Por edhe në atë moment, unë nuk mund të harroja zarfin. Festa që pasoi ishte mrekullueshme, ushqimi ishte i shkëlqyer, muzika e bukur dhe të gjithë mysafirët dukeshin të lumtur. Adoni dhe unë kërcyem kërcimin e parë si bashkëshort, ndërsa të gjithë na aplaudonin. "Je gruaja më e bukur në botë," më tha ai ndërsa kërcenim. "Dhe ti je burri më i mirë," i thash, por fjalët më duken të zbrasta. Gjatë të gjithë festës, unë u përpoqja të dukesha e lumtur dhe të gëzohesha, por zarfi vazhdonte të më shqetësonte. Çdo herë që dikush më uronte lumturi, unë mendoja për atë që kishte thënë Erioni. Vërteta që duhet ta dije para se të martoheshe. Çfarë të vërtete? Çfarë mund të kishte ndodhur që unë nuk e dija? Rreth orës 23, shumica e mysafirëve kishin filluar të largoheshin. Adoni po fliste me disa prej miqve të tij, dhe unë gjeta një moment të qetë për t'u larguar dhe të shkoja në tualet. Atje, me dorë që më dridhej, e nxora zarfin nga çanta. Ishte i bardhë, elegant, dhe emri im ishte shkruar me shkronja të bukura në pjesën e përparme. Në pjesën e pasme kishte një vul me gërmat E.S. Inicialet e Erionit. Me zemrën që më rrinte fort, e hapa zarfin. Brenda ishte një letër e palosur dhe diçka tjetër. Një CD i vogël. Fillova të lexoja letrën. "Vlora e dashur, nëse po lexon këtë letër, do të thotë që vendosa të kem guximin për t'ja thënë të vërtetën që kam mbajtur fshehur për 3 vjet. 3 vjet më parë, kur të shkrova atë letër të fundit dhe të thash që duhet të ndaheshim, nuk ishte sepse nuk të doja më. E vërteta është unë të doja më shumë se kur, dhe pikërisht për këtë arsye vendosa të lija të lirë. Në CD-n që ndodhet në zarf, do të gjeshin zizimin e një bisede që pata me babain tënd, Skënderin, një javë para se të shkruaja atë letër. Ai më thirri në Tiranë dhe më tha gjëra që më ndryshuan jetën. Dëgjoje këtë bisedë dhe do të kuptosh se pse u detyrova të lë. Edhe pse ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë në jetë. Nëse pas dëgjimit të kësaj bisede, ti ende dëshiron të vazhdosh jetën me Adonisin, unë do të respektoj vendimin tënd dhe nuk do të shqetësoj më kurrë. Por nëse jo, unë do të jem këtu duke të pritur, ashtu siç të kam pritur çdo ditë për 3 vjet. Me dashuri të përjetshme, Erion. Leximi i letrës së Erionit më la pa frymë. Çfarë bisede kishte pasur ai me babain tim? Dhe pse babai im nuk më kishte treguar asgjë? Me duar që më dridheshin, mora CD-n dhe e shikoja për disa sekonda. A duhet ta dëgjoja? Apo duhet ta hidhja atë zarf dhe CD-n dhe të mos mendoja më për të? Por kurioziteti më shtyu. Duhet ta dija se çfarë kishte ndodhur. Dola nga tualeti dhe shkova në makinën time, e cila ishte parkuar në oborrin e sallës. Aty, me dorë që më dridhej, e futa CD në plejerin e makinës dhe e shtypa play. Zëri i parë që dëgjova ishte ai babai tim. "Djalë, të faleminderit që erdhe. E di që ky nuk është një takim i lehtë për ty." Pastaj zëri i Erionit. "Zoti Skënder, ju më thirrët dhe unë erdha, por nuk kuptoj se çfarë dëshironi. Dëshiroj të flas me ty rreth Vlorës." Zemra mu nis të rritë më shpejt. "Çfarë rreth saj?" pyeti Erioni. "E di që e do dhe e di që ajo të don ty gjithashtu," vazhdoi babai im. "Por ka diçka që ti nuk e di për familjen tonë." "Çfarë nuk e di?" Babai im mori një frymë të thellë para se të vazhdonte. "Erion, ne jemi njerëz të thjeshtë. Unë jam shoferi i autobusit dhe nëna e saj punon në shtëpi.
Vlora është e vetmja shans që kemi për një jetë më të mirë për familjen tonë. Ajo është vajza më e zgjuar që kemi njohur ndonjëherë dhe ka aftësinë të bëjë diçka të madhe me jetën e saj. E di këtë, tha Erioni. Pikërisht për këtë e duaj shumë. Por ti po e pengon ato të arrijë ëndrat e saj. Si? Pyeti Erioni me surprizë. Ajo është kaq e dashuruar me ty sa që është gati të heqë dorë nga çdo gjë për ty. Ka aplikuar për bursa studimi në Tiranë, por kur pyetet nëse do t'i pranoj, ajo thot që dëshiron të rinë në Pogardec dhe të presin ty. Por unë nuk i kam thënë kurrë një gjë të tillë, protestoi Erioni. Nuk ka nevojë. Ajo mendon se ti do të kthehesh dhe do të jetoni këtu, por ne të dy e dim se një avokat i ri si ti nuk ka mundësi karriere në një qytet të vogël si Pogradeci. Dëgjova që Erioni po ri në heshtje. Çfarë dëshironi nga unë? Pyetja ime në fund. Dëshiroj që ta lësh të lirë, tha babai me zë të vendosur. Lëre të shkojë në Tiranë, të studiojë, të bëjë diçka të madhe me jetën e saj. Ajo ka aftësi që të bëhet mësuese e shkëlqyer, ndoshta edhe drejtoresha e një shkolle një ditë. Por nuk do të bëj asgjë nga këto nëse ri të pres ty. Por nëse unë shkoj dhe jetoj në Tiranë, atëherë ajo do të jetë gjithmonë në hijen tënde. Do të jetë gruaja e avokatit të suksesshëm, jo Vlora që arriti diçka me forcat e veta. Kjo nuk është e drejtë, tha Erioni me zë të thyer. Ne e duam njëri tjetrin. Dashuria e vërtet ndonjëherë do të thotë lëshim, tha babai butësisht. Nëse e do vërtet Vlorën, do ta lësh të lirë të jetë ajo që mund të bëhet. Po nëse ajo dëshiron të jetë me mua më shumë se sa dëshiron karrierën? Atëherë, ajo nuk do të jetë kurrë e lumtur vërtet. Do të mbahet gjithmonë e mallënguar se çfarë mund të kishte bërë. Pas kësaj dëgjova një heshtje të gjatë. Pastaj zërin e Erionit, më të dobët se më parë. Çfarë dëshironi nga unë? Shkruaj një letër. Thuaj se e keni mbaruar. Mos i trego arsyen e vërtet. Lëre të mendoj se ti e ke harruar. Kështu ajo do të ketë një arsye për të shkuar dhe për të bërë diçka me jetën e saj. Kjo do ta dëmtoj thellësisht? Po, do ta dëmtoj, por do ta bëj më të fortë gjithashtu. Dhe një ditë, kur ajo të jetë bërë ajo që mund të bëhet, do ta falenderosh. Dhe nëse ajo nuk më falën kurrë, do të duhet ta pranosh atë risk. I nxitësimi mbaroi atje. Unë mbeta ulur në makinë, duke qarë pa zë. Tërë kjo kohë, babari im kishte qenë ai që kishte shkaktuar ndërprerjen e marrëdhënies sime me Erionin. Ai kishte besuar se po bënte të mirën për mua, por si mund të merrte një vendim kaq të rëndësishëm për jetën time pa më pyetur mua? Dhe Erioni, ai nuk më kishte lënë sepse nuk më donte. Ai më kishte lënë sepse më donte aq shumë sa që ishte gati të sakrifikonte lumturinë e tij për të mirën time. Me sytë e skuqur dhe mendjen plot konfuzion, u ktheva në sallën e dasmës. Festa ende vazhdonte, por tani mysafirët ishin më pak. Adoni po fliste me disa prej kushërinjve të tij dhe më pa kur hyra. Ku ke qenë? Më pyeti ai. Te kam kërkuar. Në tualet, i thash, duke u përpjekur të fshija gjurmët e lodhve. Ndihesha pak keq. A je mirë tani? Pyeti ai me shqetësim. Po, gënjeva. Por nuk isha as pak mirë. Tërbota ime ishte tronditur. 3 vjet isha martuar me Erionin sepse mendoja se ai nuk më donte më. 3 vjet kisha ndërtuar jetë të re me Adonin. Dhe tani në natën e dasmës sime, zbuloja se gjithçka që mendoja ishte gabim. Vlora, tha Adoni duke më marrë për dorë. A dëshiron të shkojmë në shtëpi? Duket se je e lodhur. Shtëpia. Po, ne do të shkonim në shtëpinë tonë të re që e kishim blerë së bashku muaj më parë. Do të kalojmë natën e parë si bashkëshort, dhe unë nuk e dija nëse mund ta boja. Po, i thash, le të shkojmë. Ne u lam me mysafirët që kishin mbetur dhe u nisëm për në shtëpi. Gjatë rrugës, Adoni po fliste për sa e bukur kishte qenë ceremonia, por unë me zi e dëgjoja. Mendja ime ishte plot me nxitësimin që kisha dëgjuar. Kur arritëm në shtëpi, Adoni hapi derën dhe më mori në krah për ta kaluar pragun, një traditë që ne i kishim planifikuar të bënim. Mirë se erdhe në shtëpinë tonë, zonja Marku, më tha ai duke qeshur. Zonja Marku.
Kjo ishte identiteti im I ri. Por, a ishte ai që doja vërtet? Adoni, I thash kur ai më la poshtë. Duhet të them diçka. Çfarë? Pyeti ai duke filluar të zhvishej kostumin. Si mund t'ja thosha? Si mund t'i shpjegoja atij se dikush nga e kaluara ime kishte ardhur dhe kishte tronditur gjithçka që mendoja për jetën time? Sonte, fillova. Erdhi dikush në dasëm që nuk e prisja. Ai ndaloi së zhvishurit dhe më shikoi me vëmendje. Kush? Erioni, I dashuri im I vjetër. Fytyra e Adonit ndryshoi menjëherë. Çfarë donte ai? Pyeti, por zëri I tij ishte më I ftohtë se më parë. Donte të më jepte diçka, I thash. Një letër. Dhe ja mora? Po. Çfarë thoshte letra? Kjo ishte momenti kur duhet të vendosja. A duhet I thosha të vërtetën Adonit? Apo duhet të mbaja sekret atë që kisha mësuar? Thoshte se më donte ende, I thash, por nuk I tregova për incizimin me babain tim. Adoni ul në krevat, me kokë në duar. Dhe ti si ndihesh për kë? Më pyeti. Nuk e di, I thash me sinqeritet. Jam e konfuzuar. Vlora, tha ai duke më shikuar në sy. A më do ti mua? Po, I thash pa hezitim. Të dua. Por a më do aq sa të jem burri yt për të gjithë jetën? Apo ka një pjesë të zemrës sate që ende I takon atij? Kjo ishte pyetja që nuk doja ta dëgjoja, por që e dija se duhej ta përballoja. Nuk e di, I thash me lot në sy. Më vjen keq Adoni. Nuk e di. Adoni dhe unë kaluam natën tonë të parë si bashkëshort duke folur, jo duke bërë dashurinë siç kishim planifikuar, por duke u përpjekur të kuptonim se çfarë po ndodhte me martesën tonë. Tregon për të, më tha Adoni. Tregon për Erionin. Dhe unë ja tregova të gjithë historinë. I fola për mënyrën se si ishim takuar, për dashurinë tonë, për premtimin që kishte bërë dhe për dhimbjen që kisha ndjerë kur ai më lau. Dhe tani ai thot se ka pasur një arsye? Pyeti Adoni. Po, I thash, por nuk e përmenda incizimin me babain tim. Kjo ishte diçka që duhet ta diskutoja me babain tim së pari. Vlora, tha Adoni pasi mora frym. Unë nuk mund të jem bashkëshort me dikë që mendon për një tjetër. Nuk është e drejtë për asnjërin prej nesh. Çfarë do të thotë kjo? E pyeta, edhe pse e dija përgjigjen. Do të thotë që ti duhet të marrësh një vendim, tha ai butësisht. Duhet të vendosësh nëse dëshiron të jesh me mua apo me të. Por ne sapo u martuam, protestova. Dhe nëse vendos që dëshiron të jesh me mua, vërtet dhe plotësisht, atëherë do të jemi të lumtur së bashku. Por nëse ka edhe një dyshim në zemrën tate, atëherë duhet ta sqarojmë tani, para se të kalojnë vite. Adoni kishte të drejtë, dhe unë e dija këtë. Ai meritonte një grua që ta donte plotësisht, jo dikë që kishte dyshime. Kam nevojë për kohë për të menduar, I thash. Sa kohë? Pyeti ai. Nuk e di. Disa ditë. Ndoshta një javë? Ai u ngrit nga krevati dhe filloi të mblidhte disa rroba. Çfarë po bën? E pyeta. Po shkoj të qëndroj te prindrit e mi për disa ditë. Ti ke nevojë për hapësirë për të menduar dhe unë nuk dua të influencoj vendimin. Adoni, fillova. Jo, më ndërpreu ai. Kjo është diçka që duhet ta vendosësh vetë. Por Vlora, duhet të dish se pavarësisht nga vendimi yt, unë do të respektoj. Ai më puthi në ballë dhe u largua. Unë meta vetëm në shtëpinë tonë të re me fustanin e nuses ende të veshur, duke menduar për vendimin më të vështirë të jetës sime. Mëngjesi dielli pas dasmës me gjeti ende zgjuar. Nuk kisha fjetur as pak gjatë natës, por kisha menduar shumë. E para gjë që duhet të bëja ishte të flisla me babain tim. U vesha me rroba të përditshme dhe shkova në shtëpinë ku kisha rritur. Babai dhe nëna ishin duke mbledhur mbetjet nga festa e djeshme. Vlora, tha nëna ime kur më pa, çfarë po bën këtu? Nuk duhet të ishe duke kaluar kohë me Adonin? Duhet të flas me babin, I thash. Babai më shikoi dhe duket se kapi se kishte diçka serioze. Lindita, I tha nënës sime, a mund të na lësh vetëm për pak kohë? Nëna ime u shikoi të dy dhe doli nga dhoma. Çfarë ka vajza ime? Pyeti babai. Ti e di se çfarë ka, I thash duke nxjerrë si di nga çanta. Erioni erdhi në dasmën time. Fytyra e babait tim u zbehu menjëherë. Vlora,
filloi ai. Dëgjova incizimin, i thash. E dëgjova bisedën që pate me të 3 vjet më parë. Babai im u ul në karrige, sikur forcat i kishin mbaruar. Si e mori ato? Pyeti ai. Këtë nuk e di, i thash, por pyetja është psi baba? Pse më gënjeve për kaq shumë vite? Sepse mendova se po bëja të mirën për ty, tha ai me zë të thyer. Ti kishe aq talent, aq mundësi, nuk doja që dashuria ta pengonte. Por ai nuk më pengonte, protestova unë. Ne mund të ishim të lumtur së bashku. Në atë kohë? Jo, nuk mund të ishit, tha babai im. Ti do të braktisje të gjitha mundësitë tua për të martuar me to dhe për të jetuar në Pogradec. Dhe pastaj, kur të kalojnë disa vite, do të pendoheshe. Kjo nuk ishte vendimi yt për të marrë, i thash, me lot në sy. E di, tha ai. Dhe çdo ditë që prej asaj kohe, pyes vete nëse bëra mirë apo keq. Dhe çfarë mendon tani? Ai më shikoi për një kohë të gjatë para se të përgjigjet. Tani, mendoj se ndoshta gabova, thaj, sepse edhe pse ti realizove veten profesionalisht, unë pash dhimbjen që përjetove, dhe kjo dhimbje ishte fajim. Po, ishte. Por tani çfarë bëj? Sapo u martova me një djalë të mirë që e dua, por zbulova se personi që mendoja se më kishte tradhtuar, në realitet më deshi aq shumë sa që sakrifikoi lumturinë e tij për mua. Babai im ul pranë meje dhe më mori për dorë. Vlora, unë nuk mund të them se çfarë të bësh. Kjo është jeta jote, dhe tani ti je mjaft e rritur për të marrë vendimet e tua. Por çfarëdo që të vendosësh, unë do të mbështes. A besoj se Adoni është djali i mirë? E pyeta. Po, tha ai pa hezitim. Ai të don dhe të respekton. Dhe ti je e lumtur me të, deri dje. Por nëse Erioni më deshi aq sa sakrifikoi gjithçka për mua, atëherë ai meritojnë të di se si ngihesh, përfundoi babai im. Pas bisedës me babain tim, kuptova se duhet të flisja me Erionin. Por si ta gjeja? Nuk e dija se ku jetonte në Tiranë dhe nuk kisha numrin e tij të telefonit. Arta më ndihmoi. E kam takuar një herë tek firma ku punon, më tha ajo. Mund të jap adresën. A do ta kesh problem nëse shkoj ta takoj? E pyeta. Vlora, tha Arta seriozisht. Ti je mika ime më e mirë. Çfarëdo që të bëj të lumtur, unë do ta mbështes. E marta pas dasmës, shkova në Tiranë. Firma ku punonte Erioni ishte në një ndërtesë moderne në qendër të qytetit. Kur arrita atje, zemra mu nis të rihte më shpejtësi. Dëshiroj të takoj zonjën Erion Sulejmani, i thash recepcionistes. Ka takim? Pyeti ajo. Jo, por thoni se ka ardhur Vlora. Ai do të kuptoj. Pas 10 minutash ai doli nga zyra dhe më pa në korridorin e pritjes. Vlora, tha ai, erdhe. Dëgjova nxizimin, i thash pa hyrë në hollësi. Fytyra e tij ndryshoi menjëherë. Dhe? Pyeti ai. Dhe nuk mund ta besoj atë që bëre, i thash. Si mund të pranoj një gjë të tillë nga babari im? Sepse ai kishte të drejtë, tha Erioni. Ti ke bërë gjëra të mrekullueshme me jetën tate. More diplome me notë të shkëlqyer, u bë mësuese e respektuar, tani po planifikon të hapë shkollën tate. Asgjë nga këto nuk do të kishin ndodhur nëse do të ishit martuar me mua në moshën 20 vjeç. Por unë mund t'i kisha bërë të gjitha këto edhe me ty pranë, protestova. A mund të? Pyeti ai. Apo do të kishe qenë kaq e përqendruar në ndërtimin e një familjeje, sa që do të kishe harruar ëndrat e tua? Nuk e dija se si ti përgjigjeshëm, sepse në zemrën time dija se kishte një grimc të vërtet në atë që thoshte. Por ti nuk më pyete, i thash, nuk më dhe të drejtën e zgjedhjes. Sepse e dija se çfarë do të zgjidhje, tha ai butësisht. Do të zgjidhje mua, dhe pastaj do të pendoheshe për të gjithë jetën. Dhe tani? E pyeta. Tani çfarë dëshiron? Ai më shikoi për një kohë të gjatë para se të përgjigjes. Tani dëshiroj atë që kam dëshiruar çdo ditë për 3 vjet, tha ai. Dëshiroj ty, por vetëm nëse je e sigurt se kjo është ajo që dëshiron ti gjithashtu. Por unë sapo u martua, i thash. E di, tha ai, dhe nëse ti vendos se dëshiron të qëndrosh e martuar, unë do ta respektoj. Do të largohem nga Tirana, madje nga Shqipëria nëse duhet, dhe nuk do të shqetësoj më kurrë. Dhe nëse vendos ndryshe,
Atëherë ne do të fillojmë nga e para, tha ai. Jo si dy të rinj që ishim dikur, por si dy të rriturit që jemi tani. Dhe kësaj radhe asgjë dhe askush nuk do të na ndaj. Ktheva nga Tirana me mendjen edhe më të konfuzuar se më parë. Tani kisha dëgjuar të dyja anët e historisë. Erioni, i cili më deshi aq shumë sa sakrifikoi lumturinë e tij për mua. Adoni, i cili më deshi aq shumë sa ishte gati të më linte të lirë nëse kjo do të më bënte të lumtur. Kalova ditët që pasuan duke ecur nëpër qytetin e Pogradecit, duke menduar. Shkova tek liçeni, ku Erioni dhe unë kishim kaluar kaq shumë kohë së bashku. Shkoja tek kafet, ku Adoni dhe unë kishim takuar herën e parë në Tiranë. Çdo vend më kujtonte një kujtim të ndryshëm, një ndjenjë të ndryshëm. Nëna ime u përpoq të më ndihmonte. Vlora, më tha ajo një mbrëmje ndërsa po pinim çaj së bashku. Çfarë të thot zemra jote? Kjo është problemi, i thash. Zemra ime thot gjëra të ndryshme në momente të ndryshme. Atëherë çfarë të thot mendja jote? Kjo ishte pyetja më e rëndësishme. Çfarë mendoja unë, jo çfarë ndjeja? Mendja ime thot se Adoni është burri i përkryer për mua, i thash. Ai më respekton, më mbështet, dhe kur nuk do të më kërkoj të jem dikush tjetër nga ajo që jam. Por zemra ime ende dridhet kur mendoj për Erionin, dhe nuk e di nëse ky është nostalgjia apo dashuria e vërtet. Ka vetëm një mënyrë për ta ditur, tha nëna ime. Çfarë? Duhet ta pyetësh veten, me cilin prej tyre shef veten duke jetuar për 10 vjetët e ardhshëm. Atë natë u shtriva në krevat dhe u përpoqja të imagjinoja të ardhmen time. Fillova me Adonin. E pash veten duke jetuar në shtëpinë tonë të re. E pash veten duke punuar si mësuese, duke ardhur në shtëpi tek ai çdo mbrëmje. E pash veten duke pasur fëmijë me të, duke i rritur ata, duke u plakur së bashku. Ishte një jetë e bukur, e qetë, e sigurt. Pastaj e imagjinova veten me Erionin. E pash veten duke jetuar në Tiranë, ndoshta duke punuar në një shkollë atje. E pash veten duke kaluar mbrëmje duke folur me të për gjithçka, duke ëndërruar së bashku për të ardhmen. Por gjithashtu pash dramën, pasigurinë, pasionin që mund të na shkatronte nëse nuk ishim të kujdesshëm. Të dyja imazhet ishin tërhiqëse, por për arsye të ndryshme. E njëjtja, 4 ditë pas dasmës, vendosa se kishte ardhur koha të merrja vendimin. Nuk mund të lija Adonin dhe Erionin të presin për gjithmonë. Por para se ta bëja, doja të flisja me dikë që më njihte mirë se kushdo tjetër. Shkova te gjyshja ime, Ana, gruaja më e urtë që kam njohur ndonjëherë. Gjyshja Ana jetonte vetëm në një shtëpi të vogël pranë qendrës së Pogradecit. Ajo ishte tani 86 vjeçe, por mendi i saj ishte ende i mpret si një brisht. Gjyshja, i thash pasi i tregova të gjithë historinë. Çfarë do të bëje ti në vendin tim? Ajo më shikoi me sytë e saj të zgjuar dhe buzëqeshi. Vajza ime, tha ajo. Unë kam jetuar 86 vjet dhe kam mësuar diçka shumë të rëndësishme. Dashuria vjen në forma të ndryshme. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se dashuria që ndjeje për Erionin dhe dashuria që ndjeje për Adonin janë të dyja të vërteta, por janë të ndryshme, shpjegoi ajo. Dashuria për Erionin është dashuri e pasionit, e emocioneve të forta, e përkushtimit total. Dashuria për Adonin është dashuri e respektit, e sigurimit, e partneritetit të vërtet. Dhe cila është më e mirë? Kjo varet nga ajo që dëshiron në jetë, tha gjyshja. Nëse dëshiron një jetë plot emocione të forta, lumturi të madhe dhe dhimbje të madhe, atëherë zgjidh Erionin. Nëse dëshiron një jetë të qëndrueshme, plot respekt dhe dashuri të qetë, atëherë zgjidh Adonin. Por çfarë nëse nuk e di se çfarë dëshiroj? Gjyshja Ana buzëqeshi përsëri. Atëherë pyete veten, cila është ajo që të bën të ndjehesh më shumë si ti vet? Kjo ishte pyetja që nuk e kisha bërë deri tani. Kush isha unë vërtet? Dhe me kë ndihesha më autentike? Me Erionin, unë isha vajza re romantike që ëndronte për dashuri të madhe dhe aventura, por me Adonin, unë isha gruaja e pjekur që donte stabilitet dhe respekt. Pyetja ishte, cila prej këtyre ishte unë vërtet? Atë mbrëmje kur u ktheva në shtëpi, mora vendimin. Vendosa të takoja Adonin së pari.
Ai kishte qëndruar te prindrit e tij në fshat dhe unë shkova atje e premte në mbrëmje. Vlora, tha ai kur më pa. Ke vendosur? Po, i thash. Kam vendosur. Ne u luam në oborrin e prindërve të tij, në nyjes tore si një mbrëmje të kthjellët. Adoni, fillova, ti e buri më i mirë që kam takuar ndonjëherë. Ti më ke trajtuar me respekt, më ke mbështetur në të gjitha ëndrat e mia dhe më ke dhënë një dashuri që është e pastër dhe e sinqertë. Ai më dëgjonte pa thënë asgjë, por e shikoja dhimbje në sytë e tij. Por, vazhdova, kam kuptuar diçka për veten time gjatë këtyre ditëve. Kam kuptuar se unë nuk jam ende gati të jem gruaja që ti meriton. Çfarë do të thotë kjo? Pyetja ai edhe pse mendoi se e dinte përgjigjen. Do të thotë se ka një pjesë të zemrës sime që ende i takon dikujt tjetër. I thash me lot në sy. Dhe kjo nuk është e drejtë për ty. Ti meriton një grua që ta doj plotësisht, jo dikë që ka rezerva. Adoni u ul në heshtje për disa minuta. Pastaj, më shikoi me të njëjtin buzëqeshje të butë që më kishte çuar të dashurohesha me të. E di që kjo ishte një mundësi, tha ai, dhe nuk jam i zemëruar me ty, Vlora. Unë preferoj të di të vërtetën tani, se sa të jetoj në gënjeshtër për vite me radhë. Më fal? E pyeta. Çfarë ka për të falur? Tha ai. Ti nuk mund ta kontrollosh atë që ndjen, dhe nuk mund të detyrohesh të dashurohesh me dikë. Por ne jemi martuar dhe mund të divorcohemi, tha ai praktikisht. Nuk do të jetë lehtë, por mund të bëhet. Adoni, i thash. Ti do të gjesh dikë që të doj plotësisht, dikë që të meritoj. E shpresoj, tha ai. Dhe unë shpresoj që ti të gjesh lumturinë që kërkon. Ne qam së bashku atë natë, jo sepse nuk donin njëri tjetrin, por sepse ishte e dhimbshme të ndaheshim. Adoni më kishte dhënë 3 vjet të bukur, dhe unë gjithmonë do ta çmoja për këtë. E shtunën e mbrëmje, shkova në Tiranë për të takuar me Erionin. Ai më priste në një kafene të vogël pranë universitetit ku kishim studiuar. E more vendimin? Më pyeti kur ula në tavolinë. Po, i thash, por para se të them se çfarë kam vendosur, duhet të kemi një bisedë të ndershme. Dëgjoj, tha ai. Erion, ajo që bëre 3 vjet më parë, të pranoje kërkesat e babait tim dhe të më lije pa shpjegim, ishte gabim. Madje nëse arsyet e tua ishin të mira, ti nuk ishe të drejtë të merrje vendim për jetën time. Ai u ul me kokë poshtë. E di, tha ai. Dhe çdo ditë që prej asaj kohe, pendohem për atë vendim. Mirë, vazhdova. Por gjithashtu, duhet ta pranosh se babai im nuk ishte plotësisht gabim. Unë bëra gjëra të mrekullueshme me jetën time në këto 3 vite. Mori një arsimim të shkëlqyer, u bë mësuese respektuar dhe tani jam duke planifikuar të hap shkollën time private. Asgjë nga këto nuk mund të kishin ndodhur nëse do t'isha martuar në moshën 20 vjeç. Po, kjo është e vërtet, pranoi ai. Prandaj, i thash, nëse do të jemi përsëri së bashku, duhet të jetë me kushte të reja. Jo si 2 të rinjt naiv që ishim dikur, por si 2 të rriturit që jemi tani. Çfarë kushtesh? Pyeti ai. E para, i thash, asnjëri prej njësh nuk do të heq dorë nga karriera për tjetrin. Unë do ta hap shkollën time dhe ti do të vazhdosh të jesh avokat i suksesshëm. Dakord, tha ai. Edita, ne do të marrim kohën tonë, nuk do të nxitojmë në martesë. Do të takohemi, do të njohemi përsëri dhe do të jemi të sigurt para se të bëjmë çdo hap të madh. Dakord. Dhe e treta, vazhdova, ne do të jemi plotësisht të ndershëm me njëri tjetrin. Asnjë sekret, asnjë gjë e fshehur. Nëse ka probleme, do t'i diskutojmë. Nëse ka dyshime, do t'i ndajmë. Kjo duket e drejtë, tha ai. Pra, i thash, duke marrë frymë thellë, a dëshiron të përpiqemi përsëri? Ai buzëqeshi. Buzëqeshjen e parë të vërtet që i kisha parë që kur erdhi në dasmën time. Po, tha ai, dëshiroj të përpiqemi përsëri. Dhe atje, në atë kafene të vogël në Tiranë, ne fillojmë historinë tonë nga e para, jo si vazhdim i asaj që kishte qenë, por si diçka plotësisht e re. Divorci nga Adoni nuk ishte i vështirë në aspektin ligjor, me që kishin kaluar vetëm pak ditë nga martesa. Adoni ishte kooperues në të gjitha aspektet dhe na arritëm të ndajmë gjithçka në mënyrë civile. Por emocionalisht,
ishte shumë e vështirë. Njerëzit në qytet flisnin shumë. Disa më kritikonin për ato që kisha bërë, duke thënë se isha grua jo parealizueshme apo që nuk e dinte se çfarë donte. Të tjerë më mbështesnin, duke thënë se ishte më mirë të ndaja tani se sa të isha e mirë për të gjithë jetën. Familja ime kishte reagime të përziera. Nëna ime ishte e trishtuar që kisha lënë Adonin, sepse e donte si i biri, por ajo gjithashtu donte që unë të isha e lumtur. Vlora, më tha ajo një ditë, unë nuk kuptoj plotësisht vendimin tënd, por ti je vajza ime dhe unë do të mbështes çfarëdo që të zgjedhësh. Babai im nga ana tjetër ndihej shumë fajtor. Kjo është faji im, më tha ai. Nëse nuk do të përziheja 3 vjet më parë, asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur. Baba, i thash, çka ka ndodhur. Tani duhet të shikojmë përpara. Erioni dhe unë filluam të takohemi rregullisht, por jo shumë shpesh. Një herë në javë, zakonisht për nga një kafe apo për një shëtitje. Ne po mësonim njëri tjetrin përsëri, por këtë herë si të rriturit që ishim bërë. Ai më tregonte për punën e tij si avokat, kishte specializuar në të drejtën civile dhe kishte disa klientë të rëndësishëm. Unë ja tregoja për planin tim për të hapur shkollën private dhe ai më ndihmonte me aspektet ligjore. Ti e bër një grua shumë e zgjuar dhe e pavarur, më tha ai një ditë. Babai yt kishte të drejtë për këtë. Faleminderit, i thash, por kjo nuk justifikon atë që bëri. Jo, nuk justifikon, por mund të kuptoj pse e bëri. Marrëdhënia jon këtë herë ishte më e pjekur se ajo që kishte qenë kur ishim të rinj. Ne flisnim për gjëra të vërteta, për ëndrat tona, për frikrat tona, për atë që donim nga jeta. Nuk ishte kaq romantike si kur ishim 20 vjeç, por ishte më e thellë dhe më i sinqert. Pas 6 muajsh takimesh të rregullta, Erioni më propozoi të shkojmë për një udhëtim së bashku, një fundjavë në Vlorë. A nuk është pak herët? E pyeta. Ndoshta, tha ai, por mendoj se ka ardhur koha që të kalojmë më shumë kohë së bashku, nëse duam vërtet të dim nëse kjo marrëdhënie ka të ardhme. Udhëtimi në Vlorë ishte i mrekullueshëm. Ne kalonim ditët duke shëtitur pranë detit, duke folur, duke qeshur. Për herë të parë që nga rikthimi ynë, unë ndjeva vetëm plotësisht të relaksuar me të. Vlora, më tha ai një mbrëmje, ndërsa po shikonim perëndimin e diellit mbi det. A e din se të dua ende shumë? Po, i thash, dhe unë të dua ty gjithashtu. Por, a e di gjithashtu se dua që ne të jemi të sigurt këtë herë? Vazhdoi ai. Nuk dua të bëjmë gabime si ato që bëm më parë. Çfarë propozon? E pyeta. Propozoj që ne të jetojmë së bashku për një vit, tha ai. Jo si të martuar, por si partner që po provoj nëse mund të ndërtojnë një jetë së bashku. Ky ishte propozimi i papritur, por i arsyeshëm. Ku do të jetojmë? E pyeta. Mund të gjejmë një apartament në Tiranë, ose nëse dëshiron, mund të jetojë unë në Pogradec dhe të punoj atje. Jo, i thash, unë duhet të vinë në Tiranë nëse dua të hap shkollën. Pogradeci është shumë i vogël për atë që kam në mendje. Kështu vendosëm të jetojmë së bashku në Tiranë. Gjetëm një apartament të bukur me 2 dhoma gjumi, një për ne dhe një për zyre, ku të dy mund të punonim. Jetesa me Erionin ishte ndryshe nga ajo që kisha imagjinuar kur ishim të rinj. Ne të dy kishim rutinat tona të punës, interesat tona dhe miqt tanë. Por gjithashtu kishim kohë të mrekullueshme së bashku. Unë po punoja për t'i marrë të gjitha lejet dhe certifikimet për të hapur shkollën. Erioni më ndihmonte me aspektet ligjore dhe burokratike, të cilat ishin shumë komplekse. Ti je duke bërë diçka të mrekullueshme, më tha ai në ditë ndërsa po shikonin planet e shkollës. Kjo shkollë do të ndihmojë shumë fëmijë. Shpresoj, i thash, por është shumë punë dhe shumë stres. E di, por ti je gruaja më e fortë që njoh. Nëse dikush mund ta bëj, ajo je ti. Këto lloj momentesh më kujtonin përse kisha rënë në dashuri me të. Ai gjithmonë më mbështeti dhe besonte tek unë edhe kur unë nuk besoja tek vetja. Por nuk ishin vetëm momentet e bukura. Kishte edhe sfida. Erioni ndonjëherë ishte shumë i zë me punë dhe harronte planet tona. Unë ndonjëherë isha shumë e stresuar me shkollën dhe bëhesha nervoze për gjëra të vogla. Por çfarëdo që ndodhte, ne flisnim për të. Kjo ishte ndryshimi më i madh nga hera e parë. Komunikimi ynë ishte shumë i mirë. Vlora,
Më tha ai një ditë pas një grindjeje për planin ynë për fundjavë. Kam kuptuar diçka të rëndësishme. Çfarë? E pyeta. Kam kuptuar se grindja nuk do të thotë se ne nuk jemi të përshtatshëm, tha ai. Do të thotë se ne jemi njerëz të vërtetë, me ndjenja të vërteta, dhe kjo është e shëndetshme. Ai kishte të drejtë. Marrëdhënia jonë këtë herë nuk ishte magjike dhe pa probleme siç kisha ndërruar kur isha e re, por ishte e vërtetë, e sinqertë dhe ndërtuar mbi respekt ndërsjell. Pas një viti pune intensive, më në fund mora të gjitha lejet për të hapur shkollën. E quajta shkolla e përparimit, dhe ishte një shkollë private që ofronte arsimim të personalizuar për fëmijë nga mosha 6 deri në 14 vjeç. Dita e hapjes së shkollës ishte një nga ditët më të lumtura të jetës sime. Erioni ishte atje, së bashku me familjen time dhe miqtë e mi. Jam kaq krenar për ty, më tha ai, ndërsa po shikonin fëmijët që po hynim në klasat e reja. Faleminderit që më ndihmove ta bëj këtë, i thash. Pa ty, nuk do të kisha mundur. Jo, tha ai, ti do ta kishe bërë vetë. Unë thjesht të ndihmova me disa dokumenta. Por ai gabonte. Mbështetja e tij morale kishte qenë thelbësore. Kur isha mërzitur me burokracinë, ai më inkurajonte. Kur dyshoja në veten time, ai më kujtonte se sa e zgjuar dhe aft isha. Shkolla kishte sukses menjëherë. Prindrit në Tiranë ishin të kënaqur me cilësinë e arsimit që ofronim dhe brenda 6 muajsh kishim listë pritje për regjistrime të reja. Një vit pas hapjes së shkollës, Erioni më surprizoi me një propozim. Vloma, më tha ai një mbrëmje, ndërsa po drekuj në apartamentin ton, a mendon se jemi gati? Gati për çfarë? E pyeta, edhe pse e dija se çfarë kishte në mendje. Gati të martohemi vërtet këtë herë, tha ai. Ishte një pyetje që kisha pritur, por ende ndihesha pak e shqetësuar. A je i sigurt? E pyeta. Ne jemi të lumtur kështu siç jemi. Po, jemi. Por gjithashtu dua që të gjithë bota të di se ti je gruaja ime dhe unë jam burri yt. Dua të ndërtojmë një familje së bashku, të kemi fëmijë, të plakemi së bashku. Ndjesat që përjetova ishin shumë të ndryshme nga ato që kisha ndjer kur Adoni më kishte bërë propozim. Këtë herë nuk kishte eksitim dramatik, por një ndjesi e thellë e sigurisë dhe e gëzimit. Po, i thash, jemi gati. Propozimi ynë ishte i thjeshtë, jo gujnëzimat e mëdha apo unaza të shtrenjta, por një bisedë sinqertë mes dy njerëzve që donin të ndërtonin një jetë së bashku. Martesa jon ishte plotësisht ndryshe nga martesa ime e parë. Në vend të një ceremonie të madhe me qindra mysafir, ne organizuam një ceremoni të vogël me vetëm familjen dhe miqt më të afërt. Ceremonia u mbajt në oborin e shtëpisë së prindërve të mi në Pogradec, pranë liçenit ku kishim kaluar kaq shumë kohë së bashku kur ishim të rinj. Sot, tha prifti, ne jemi mbledhur për të bashkuar në martesë Vlorën dhe Erionin, të cilët kanë gjetur rrugën drejt njëri tjetrit pas shumë vitesh dhe sfidash. Kur erdhi koha për të thënë po, zëri im ishte i qartë dhe i vendosur. Këtë herë nuk isha as pak dyshim. Adoni na dërgoi një kartë urimi. Urime për martesën tuaj, kishte shkruar. Kam gjetur lumturinë time gjithashtu. Jam fejuar me një vajzë të mrekullueshme nga fshati im. Faleminderit që më dhurove urtësinë që dashuria e vërtet nuk mund të detyrohet. Ishte një gjest i bukur që më bëri të ndihem edhe më mirë për vendimin që kisha marrë. 2 vjet pas martesës, Erioni dhe unë patëm fëmijën ton të parë, një vajzë që e quajtëm Ana, si gjyshja e madhe ime. Ana ishte një foshnjë e bukur me sytë e mi dhe flokët e Erionit. Kur e mbajta në krah për herë të parë, ndjeva një dashuri që nuk kisha përjetuar kurrë më parë. Ajo është e përkryer, më tha Erioni duke qarë nga gëzimi. Po, i thash, është e përkryer. Prindërishtja ishte një përvojë që na ndryshoi të dyve. Erioni ishte babai i mrekullueshëm, i durueshëm, i butë dhe plot dashuri. Unë mësova të balancoja rolin e nënës me punën në shkollë, gjë që nuk ishte gjithmonë e lehtë. Ndonjëherë ndihem sikur po dështoj në të dyja, i thash Erionit një ditë, kur Ana kishte qenë e sëmurë dhe unë kisha pas një ditë të vështirë në shkollë. Ti nuk po dështon, më tha ai. Ti po bën diçka të vështirë,
por po e bën shumë mirë. Ana do të rritet duke parë një nënë të fortë dhe të suksesshme, dhe kjo do t'i jap asaj një model të shkëlqyer. Kur Ana mbushi 3 vjeç, ne patëm një birë që e quajtëm Luka. Luka kishte personalitet krejtësisht të ndryshëm nga Ana, më i qetë, më mendimtar, por po aq i dashur. Tani 8 vjet pas asaj nate kaotike të dasmës së parë, unë jam grua 34 vjeçare, nënë e 2 fëmijëve dhe drejtore e një shkolle të suksesshme. Jeta ime nuk është ashtu siç e kisha imagjinuar kur isha 20 vjeçe, por është shumë më e mirë. Ndonjëherë mendoj se çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të kisha dëgjuar incizimin në CD-n e Erionit. Do të kisha vazhduar jetën me Adonin? Do të kisha qenë e lumtur? Mendoj se po. Adoni është një njeri i mrekullueshëm dhe ne do të kishim pas një martesë të mirë, por nuk do të kishte qenë martesa ime e vërtet. Me Erionin, unë jam vetja ime e plot, nuk fsheh asnjë pjesë të personalitetit tim, nuk kompromentoj ëndrat e mia dhe nuk kam frikë të jem e sinqert rreth asaj që mendoj dhe ndjej. A e pendon ndonjëherë? Më pyeti Erioni një mbrëmje, ndërsa po shikojmë fëmijët tanë duke luajtur në obor. Çfarë? E pyeta. Gjithçka që kaluam, vitet e ndarjes, martesën me Adonin, të gjithë dhimbjen. Mendova për këtë për një moment. Jo, i thash, nuk e pendoj, sepse gjithçka që kaluam na bëri ata që jemi sot. Pa ato vitet të ndarjes, unë nuk do të kisha mësuar të jem e pavarur. Pa martesën me Adonin, nuk do të kisha kuptuar se çfarë dashuri dua vërtet. Dhe pa të gjithë dhimbjen, nuk do ta vlerësoja aq shumë lumturinë që kemi tani. Ai buzëqeshi dhe më puthi butësisht. Ti je gruaja më e urtë që njoh, më tha. 5 vjet më vonë, ndërsa po blija në një qendër tregtare në Tiranë, pash një figurë të njohur. Ishte Adoni, me një grua të bukur dhe 2 fëmijë të vegjël. Për një moment ndjeva një ngjeshje në stomak. Si do të ishte ta takoja pas kaq shumë vitesh? Ai më pa gjithashtu dhe erdhi drejt meje me një buzëqeshje të sinqert. Vlora, tha i, sa bukur duket. Faleminderit Adoni, ti gjithashtu dukesh mirë, i thash. Kjo është gruaja ime, Elira, tha i duke e paraqitur gruan pranë tij, edhe këta janë fëmijët tanë, Enis edhe Mira. Gëzuar, i thash Elirës, fëmijët janë të mrekullueshëm. Faleminderit, tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë. Adoni më ka treguar shumë për ju. Ju ishit mësuese e Ana dhe Lukës, apo jo? Po, i thash duke u surprizuar se sa natyrshëm po shkonte biseda. Si janë? Pyeti Adoni me interes të vërtet. Janë të mrekullueshëm, i thash. Ana është 8 vjeç tani dhe është shumë e zgjuar. Luka është 5 vjeç dhe ka talent për muzikën. Dhe shkolla? Pyeti ai. Po shkon shumë mirë. Kemi zgjeruar dhe tani kemi edhe klasat e mesme të ulta. Në fshat, tha Adoni duke qeshur. Ajo është mësuese në shkollën fillore atje. Rezulton se ishte destinuar që unë të martohesha me një mësuese, pavarësisht nga gjithçka. Ne qeshëm të gjithë. Ishte e çuditshme sa e natyrshme ndihet kjo bisedë. Nuk kishte ergjatësi, asnjë dhimbje, vetëm 2 njerëz që kishin ndarë një kapitull të jetës dhe tani ishin të lumtur në kapitujt e tyre të rinj. Adoni, i thash para se të largoheshim, faleminderit që ishe kaq i mirë gjatë gjithë asaj periudhe, dhe më vjen mirë që je i lumtur. Edhe mua më vjen mirë që ti je lumtur, Vlora, tha ai. Dhe faleminderit që më dhurove urtësinë se dashuria e vërtet nuk mund të detyrohet. Kur u ktheva në shtëpi atë ditë, ja tregova Erionit për takimin. Si ndjehesh? Më pyeti ai. Mirë, i thash me surprizë. Më mirë se sa prisja. Ishte sikur po flisja me një mik të vjetër. Dhe jam e lumtur që ai është i lumtur. Kjo tregon se ti ke paqe me veten tënde dhe me vendimet e tua, sa Erioni. Ai kishte të drejtë. Nuk kisha pendim, nuk kisha dyshime, nuk kisha mëri. Kisha vetëm mirënjohje për rrugën që më kishte çuar deri këtu. Tani, ndërsa po shkruaj këtë histori 10 vjet pas asaj nate dramatike të dasmës së parë, kam mësuar shumë gjëra për dashurinë, jetën dhe zgjedhjet.
Ka mësuar se dashuria vjen në forma të shumta. Dashuria që ndjena për Adonin ishte e vërtet dhe e vlefshme, edhe pse nuk ishte dashuria që më nevojitej për të gjithë jetën. Dashuria që ndjej për Erionin është gjithashtu e vërtet, por është dashuria që më plotëson si person. Ka mësuar se zgjedhjet tona kanë pasoja, dhe që ndonjëherë duhet të bëjmë zgjedhje të vështira për të gjetur lumturinë e vërtet. Zgjedhja që bëra për të lënë Adonin ishte dhimbshme, por ishte e drejtë për të dyve. Ka mësuar se e kaluara nuk është diçka që duhet fshehim apo të naturpërohemi për të. E kaluara ime me Adonin është pjesa asaj që më bëri gruan që jam sot. Ai më mësoi se çfarë ishte respekti në një marrëdhënie, dhe këtë e çoj me veten në martesën time me Erionin. Ka mësuar se familja ndonjëherë bën gabime, edhe kur mendojnë se po bëjnë të mirën. Baba im gaboi kur ndërhyri në jetën time, por ai e bëri këtë nga dashuria, edhe në një mënyrë të çuditshme, gabimi i tij më çoi drejt një udhëtimi që më bëri më të fortë dhe më të vetëdijshme. Apo si duhet të jetojmë? Ne duhet të dëgjojmë këshillat e të tjerëve, por vendimi final gjithmonë duhet të jetë yni. Këtë mbrëmje, ndërsa fëmijët po flenë dhe Erioni po punon në zyrën e tij, unë po shkruaj këtë histori jo vetëm për ju që po e lexoni, por edhe për vajzën time, Ana, që një ditë do të jetë në moshën time dhe do të përballet me zgjedhjet e saj në dashuri. Ana ime e dashur, kur ti të rrituresh dhe të lexosh këtë histori, shpresoj që ajo të ndihmojë të kuptosh disa gjëra të rëndësishme për jetën dhe dashurinë. E para, mos ki frikë të dashurohesh. Dashuria, edhe kur dëmton, edhe kur nuk përfundon siç e dëshiron, gjithmonë të mëson diçka. Ajo të bën më njerëzore, më empatike dhe më të aftë për të dhënë dhe marrë dashuri. E dyta, mos lejo që askush, edhe nëse të dosh shumë, të vendos për ty se si duhet jetosh jetën tënde. Dëgjo këshillat, por vendimi final gjithmonë duhet jetë yti. Ti e njeh veten më mirë se kushdo tjetër. E treta, mos ki frikë të marrësh vendime të vështira. Nëse diçka nuk ndjehet e drejtë, edhe nëse të gjithë të tjerët mendojnë se duhet ta bësh, beso në instinktin tënd. Zemra jote di se çfarë është më e mira për ty. E katërta, kur gjen dikë që të do ashtu siç je, pa u përpjekur të ndryshojë, mbaje fort. Dashuria e vërtet nuk kërkon kompromise të mëdha nga personaliteti yt. Ajo të pranon plotësisht dhe të inkurajon të jesh versioni më i mirë i vetes sate. Dhe së fundmi, kujtohu se çdo gabim, çdo dhimbje, çdo zgjedhje e gabuar është pjesë e udhëtimit tënd drejt asaj që i krijuar të jesh. Mos u pendo për asgjë, por mëson nga çdo përvojë. Me gjithë dashurinë time, nëna jote, Vlora. Sot është 25 shtatori 2034, saktësisht 10 vjet pas dasmës sime të parë. Ana është tani 13 vjeçe dhe po fillon të interesohet për djemt. Luka është 10 vjeç dhe po mëson të luajë violin. Erioni dhe unë jemi më të lumtur se kurrë. Shkolla jon ka zgjeruar dhe tani ka 300 student. Kemi hapur edhe një deg të dytë në Durrës dhe po planifikojmë një të tretën në Shkodër. Erioni ka hapur zyrën e tij të avokacisë dhe ka 2 partner. Ne kemi ndërtuar një jetë mrekullueshme së bashku, të bazuar në respekt, dashuri dhe përmbushje të ndërsjellë. Nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Kemi pasur sfidat tona, grindjet tona, momentet kur kemi dyshuar, por kemi mësuar të komunikojmë, të falim dhe të rritën së bashku. Ndonjëherë, kur shoh fëmijët që luajnë në obor, mendoj për atë natën e 25 shtatori 2024, kur jeta ime u kthye me kokë poshtë nga një zarf i vogël. Ajo natë që fillimisht dukej si një katastrofë, në të vërtetë ishte fillimi i jetës time të vërtetë. Dhe kështu përfundon historia ime. Historia e gruas që në ditën e dasmës zbuloi se gjithçka që mendonte për të kaluarën ishte gabim, dhe që guxoi të ndryshonte të ardhmen e saj për gjetur lumturinë e vërtetë. Nëse ka një mësim në këtë histori është ky: kur nuk është shumë vonë për të ndjekur zemrën tënde, madje edhe kur je në altar, duke u martuar me dikë tjetër.